kuptimin politik, kush është mesazhi politik nëse vendet shkojnë në këtë, le të themi, në këtë përplasje? Këtu nuk kemi një përplasje. Pra në rast se çdo vend do të shkojë dhe do fillojë të testojë çfarë do dojë vet, si të dojë vet. Atëherë këtu jetojmë në një kaos, në një xhungël që askush më nuk ka asgjë dhe çdo lloj që folim deri më tashti. Është jashtë kontrollit. Ajo piramida nuk ka më asnjë vlerë, sepse çdo gjë del jashtë kontrollit. Pra nuk luftohet për mbijetesë. Dhe çdo gjë del jashtë kontrollit. Por unë mendoj që nuk po shkojmë drejt asaj. Unë mendoj që është gjitha një lojë midis tyre sepse para 2 ditësh Viktor Orban në një intervistë që ka dhënë për një gazetë hungareze, për një gazetë shtetërore, ka thënë që nuk është anulluar takimi i Budapestit, është shtyr deri në një moment caktuar sa amerikanët dhe rusët të sqarojnë një gjë që kanë mes tyre dhe kur të merren vesh për atë gjën, atëherë do të ndodhë ai takim. Dhe duke qenë se në Budapest ka ndodhur takimi i parë për armët bërthamore të cilat i u dhanë që ishin në Ukrainë, në Kazakistan, edhe në Kirgizistan dhe i mori Rusia, se ishin të Bashkimit Sovjetik dhe i përkisin Rusisë në 91-shin kur u ndan, marrëveshje kanë firmosur të gjitha, edhe Ukraina, edhe Kazakistani, edhe Kirgizistani, që armët bërthamore që ndodhen në territorin tonë i përkasin Rusisë, e cila mbetet nga Bashkimi Sovjetik, pra ka një marrëveshje me të, dhe në 93-shin pastaj u bë kjo marrëveshje dhe u bë në Budapest për armët bërthamore. Prandaj mendoj që edhe këtu jemi sërish te kjo, pra po vim te acarimi i përdorimit të armës i testimit të kokave bërthamore, ndërkohë që nuk do ndodhi, por kur acarohet në një pikë të caktuar, atëherë palët merren vesh që për shkak të acarimi, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës pra Trumpi do ketë nevojë dhe mundësi që ta mbylli këtë në Kongres, thotë që jemi detyruar ta bëjmë, se ndryshe po filluam me këtë përfundon diçka dhe merr miratimin nga Kongresi për në shkrimin e saj dhe kjo do bëhet në Budapest ku u bën në 93-shin po për armët bërthamore. Dhe bëhet sërish në Budapest prandaj them që duke nisur nga deklarata e Orbanit para 2 ditëve mendoj që këtu jemi në këtë pikë. Dhe vazhdoj të qëndroj asaj dhe të më shoj që nuk do të kemi testim të armëve bërthamore, çdo lloj testimi i testatave bërthamore do të sillte prishje të çdo lloj rendi aktualisht që kemi. Pra edhe të rendit që kontrollojnë amerikanët, po edhe të atij rendi që dëshirojnë rusët të kenë të shtrojnë. Ndërkohë midis rusëve dhe SBA-s apo rusëve? Është midis rusëve dhe SBA-s, sepse ata kanë testatat bërthamore, por edhe të gjitha vendet e tjera me përjashtim të Francës, e cila ka bomat e saj, por që ka edhe bën edhe testet e saj, e ka njohur, ka një marrëveshje të vitit 1967 midis vendeve për testimin e armëve bërthamore dhe edhe Franca është nënshkruese këtij testimi, e kësaj gjëje. Prandaj them që mbetet brenda kësaj dhe nuk është çudi që nesër në këtë testim të armëve bërthamore në Budapest të ftojnë edhe vendet e tjera që kanë armë bërthamore. Pra Kina, Pakistani, India, Franca, këto që kanë vende bërthamore. Për të firmosur një marrëveshje të re të armëve bërthamore, sepse sikur e kishin plan në Alaskë. Sepse disa herë është përdorur thënë nga Putini që duhet bërë një marrëveshje e re bërthamore gjithëpërfshirëse me të gjitha vendet që kanë. Pra gjithëpërfshirëse. Pra kur themi gjithëpërfshirëse do të thonë edhe në Alaskë. Edhe në Alaskë. Pra edhe në Alaskë tha që një marrëveshje e re bërthamore me të gjitha vendet. Pra kjo do të thonë të gjitha vendet që kanë armë bërthamore dhe prandaj them që kjo Budapesti mund të jetë një gjë e tillë. Për faktin se, siç e thamë, theksoj Orbani thotë që nuk është anulluar, por është shtyr. Dritan Dmitri Peskov e konsideron triadën bërthamore ruse plotësisht të modernizuar, duke quajtur atë triada më e re bërthamore në botë. Çfarë do të thotë kjo? Po, ka të drejtë. 3 vende kanë aktualisht triadë bërthamore. Pra triadë bërthamore do të thotë kur ti armët bërthamore, pra kokat bërthamore mund t'i përdorësh nga raketa që lëshojnë nga toka, nga deti dhe nga ajri. Po. Pra kjo është triada. Toka, deti dhe ajri bëjnë triadën. Nuk i ka pasur Rusia që... I ka pasur, po i ka rinovuar, pra ka bërë të reja, ka triadën më të re bërthamore, për shkak të armëve të reja që ka prodhuar. Pra ka prodhuar armë, siç është Oreshniku, siç është Burevestnik, dhe këtyre mund të vendosësh koka bërthamore. Pra ndaj këtyre armëve nuk ka... Prandaj quhet e modernizuar. Ndaj këtyre armëve nuk ka kundër efekt, pra nuk ka pjesa tjetër e perëndimit, pjesa tjetër e botës, nuk ka mundësi që të kundërshtojë vendarinë e këtyre armë, pra të mbrohet nga këto. Gjithashtu ka prodhuar atë Poseidonin, pra, të cilën thamë edhe sa i vendos armë bërthamore, pra është në det. Pra toka është raketat që lëshojnë, por ka edhe raketat që lëshojnë janë kinxhalët, edhe disa raketat tjera hipersonike që lëshojnë nga avionët, edhe atyre mund të vendoset kokë bërthamore. Pra edhe nga ajri, edhe nga toka, edhe nga deti, dhe kjo e ka rinovuar arsenalit të, pra ka bërë një triadë të re bërthamore, nuk janë më ato të vjetrat. E qartë. Dritan, ndërkohë
por siç edhe theksoj, nuk ka rëndësi se sa koka ke. Po, kjo nuk diskutohet pastaj. Mjafton 2-3 dhe njerëzimi mori fund, pra nuk është se kemi. Duhet kuptoj mesazhet dhe ku deri ku mund shkojë dhe për dekriptuar pavarësisht mesazheve të tyre, unë vazhdoj të timshoj kësaj që këtu kemi një marrëveshje, unë mendoj dhe jam i mendimit që kemi një marrëveshje e cila do të çojë në këtë marrëveshjen e re të Budapestit, e cila mund të zhvillohet vitin që vjen. Armët bërthamore. Marrëveshja e re bërthamore, përveç se le të themi kufizimit apo një manuali të ri përdorimit të armëve bërthamore, pse ka rëndësi? Pse ka rëndësi? Dje, Trumpi bëri një deklaratë shumë interesante, ishte në Shtëpinë e Bardhë dhe u çudita që shumë mediat nuk e morën ashtu. Tha që unë jam për reduktimin e armëve bërthamore në të gjithë botën. Po. Pra, edhe e kaloi dhe pastaj foli për diçka tjetër. Dhe unë e lidh të deklaratë të Trumpit me Budapestin. Një mesazh. E lidh me këtë acarimin e gjoja testimit të nukleve të bërthamore dhe çdo lloj marrëveshje re do të çojë në reduktimin e armëve bërthamore. Pra, do ngrihen komisione të përbashkëta, siç u ngritën kur u realizua kjo në vitin 1989, dhe atëherë u ngritën komisione që kontrollonin. Një komision amerikan vinte në Rusi, erdhi në Rusi dhe kontrolloi armët bërthamore që u shmontuan, një komision rus ishte në Amerikë. Pra njëjta gjë, secili vend do krijë komisionin e vet dhe do të çojë në këtë vend ku shef çmontimin e këtyre armëve. Dhe mund të bien dakord që të mbajmë një numër të caktuar, sepse 4000 testata, 6000 testata, 400 testata, 500 testata. Pra, për shkak të deterrencës ti mund mbash 4-5 janë mjaftueshme. Dhe prandaj them, ajo është çmenduri të mbash 4000. Po pikërisht. Ktu është, prandaj them, deklarata e Trumpit e bërë dje lidhet me gjithë këtë që sapo shpjeguam. Pra është një sinjal për një marrëveshje. Do çudita që askush nuk u morr me këtë, pra që edhe ata që ishin prezent nuk e zgjat çfarë që ti thoshin, çfarë doni të thoni juve me këtë. Pra si do të arrini juve këtë? Pra kur thoni dua, si do të arrish? A ke ndonjë ide si mund të arrihet kjo? Pra do ulesh dhe do kesh një marrëveshje. Po pikërisht, prandaj po them që po shkohet drejt kësaj përgatitje të kësaj marrëveshje, por që të shkojmë te kjo marrëveshje duhet njerëz të kemi një acarim, sepse nuk mund të shkojmë direkt. E qartë. Sepse askush nuk do të pranonte të thoshte që do të kishte një kundërshtim të madh politik të brendshëm edhe në Rusi. Edhe në Rusi, edhe në Amerikë, ndaj këtyre presidentëve po thoshin që hajde ulemi tash merrem vesh për armët bërthamore. Prit, pse? Tondi, kurse po të shkosh një fund acarimi dhe pastaj gjithë themi të pranojmë të keqë më të vogël. Pra më mirë të mbajmë 5 sa të bëjmë 4000 shqyr që u morën vesh. Pra unë mendoj që kjo është loja dhe uroj që kjo të jetë loja. Uroj që mos jemi gabuar. Se përndryshe pastaj çdo gjë në shkurt del jashtë kontrollit nëse mbaron marrëveshja. Ndërkohë, Dritan, se desha të kaloj në fakt tek një çështje tjetër, por ka reaguar Donald Trump, pavarësisht se thamë që nuk e pyetën atë, ja tek e ke, just say no, thuani jo opsionit bërthamor, përfundoni filibuster është një, le të themi, një grup apo procedurë në Senat që mban peng një ligj të caktuar, do më thonë jepini fund bllokimit ligjit për sa i përket kësaj përdorimit të armëve nukleare. Ashtu është, duke qenë se djem nuk e pyeti kush, atëherë për atë që tha, atëherë është detyruar sërish t'ia sjellin në vëmendje gjithë opinionit botëror që opsioni nuklear duhet t'i japim fund. Pra, të terminate the filibuster në këtë aspekt ka kuptimin që të ndalim këtë, jo, mjaft ta ndalim këtë debat bërthamor, jo unë testoj, jo ti teston, jo nëse bëj unë, nëse e bën ti. Pra, ta mbyllim të. Po si mbyllet kjo? Kjo mbyllet me një marrëveshje. Pra, gjithë ky acarimi që shpjeguam është nevojshëm për të mbërritur te kjo, që edhe palë thonë okay, edhe ne jemi dakord. Pra, edhe rusët thonë nesër që po edhe ne jemi dakord me këtë që thotë Donald Trumpi, po atëherë kjo dakordsi duhet shkruar diku. Pra ka ardhur më një herë pas reagimit që këta do bëjnë në Arktik. Absolutisht. Pra unë prandaj them që nuk kemi reagime të pakontrolluara, po jemi brenda një kaosi të kontrolluar nga të dyja palët. Pra po shkojmë drejt një marrëveshje të re bërthamore, një marrëveshje e cila këtu fakt që ti themi jo opsionin nuklear, kjo nuk përfshin vetëm Amerikën dhe normalisht po. Pra unë mendoj që përfshin të gjitha. Prandaj them do të kemi një dhe uroj që të kemi një marrëveshje të gjithëve. Që opsioni nuklear që francezët do ta kapnin me vrap të marrëveshje për të ulur në tavolinë, sepse do jepte një mundësi që të uleshin në tavolinë vetëm i vendi i Evropës, i cili do mund të ulej sërish në tavolinë e të mëdhejve. Pra,
me Amerikën dhe me Rusin, e cila do të ndihmonte nesër që të bënte interlokutorin e vetëm të Evropës, edhe për çështjet sigurisë evropiane, edhe për çështjet luftës në Ukrainë. Në Ukrainë. Kështu që është me rëndësi, po themi. Unë e shoh me rëndësi, pra unë siç e thash, e pash me rëndësi deklaratën e Trumpit dje në zyrën ovale, ku gazetarët nuk e lanë të kalonte atë deklaratë sikur ishte në gjë, duke detyruar presidentin të reagojë sërish një ditë më mbrapa, pra ka reaguar sot, për të reaguar në mënyrë që të rreqë vëmendjen te kjo çështje. Te kjo çështje dhe të fillojnë të interesohen. Që duket çështja më e rëndësishme. Për mua është çështja më e rëndësishme në këtë kohë. Sepse kjo ka të bëjë me qytetërimin që jetojmë, me njerëzimin. Retorika është mjaft e nxehtë në fakt. Ndërkohë, Dritan, SBA, Rusi, tashmë shikojmë edhe Kinën që po, le të themi, jo vetëm po i afrohet, sepse pam edhe tek parakalimi i 3 shtatorit, te parada e 3 shtatorit në Pekin. Po ndërkohë kemi Kinën që na vjen me një aeroplan mbajtse. Së pari, çfarë është kjo aeroplan mbajtse? Nga pikpamja teknologjike, si ndryshon nga aeroplan mbajtset që kanë dhe çfarë do të thotë kur një fjala vjen Rusia, ka një aeroplan mbajtse të këtij kalibri? Rusia ka vetëm një aeroplan mbajtse, atë aeroplan mbajtse Rusia është duke e çuar për scrap, pra ka vendosur që ta çojë për scrap në vitin që vjen, për arsye se ka ndryshuar konceptin e bërjes së luftës. Pra, në konceptin e saj ushtarak, i ka ikur asaj që ka pas vendosur pra te hegemonia amerikane ka qenë kontrolli i detrave dhe kontrolli i pra përmbajtjen e këtyre bazave ushtarake, i kësaj shpërndarjes së forcave ushtarake dhe hegemonisë dhe prezencës amerikane në të gjitha vendet e botës, pra në këtë mbajtje e hegemonisë globale, mbajtje nëpërmjet fuqisë detare dhe fuqinë detare e bënte nëpërmjet këtyre 7 aeroplan mbajtësve që kishte. Pra në këto. Dhe kjo përbënte fuqinë detare dhe fuqinë ushtarake të saj në vendet e caktuara të botës, pra mbajtjen e kësaj hegemonie. Ndërsa rusët në këto 3 vjet kanë ndryshuar komplet konceptin e luftës, nuk kanë nevojë, pra deri më përpara edhe ata kishin hyrë në këtë garën e bërjes, në këtë garën e armatimit, të cilin kishte futur Shtetet Bashkuara të Amerikës, po që askush nuk mund të mbrinte Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kemi një deklaratë interesante në vitin 1942, komandanti i forcave japoneze, generali Yamamoto, kur merret vendimi për që Japonia të sulmoj Pearl Harborin, thotë që shikoni, në rast se e keni parë, thotë bazën industriale amerikane, pra fabrikat e ndërtimit të anijeve amerikane dhe fushat e mëdha në Texas nxjerrin naftë. Në rast se i keni parë, ato thotë, atëherë ju them që t'i shihni, në rast se nuk i keni parë, dhe do të kuptoni që neve asnjëherë nuk mund të përballemi me fuqinë detare amerikane. Sepse pra është fuqi detare amerikane dhe është fuqia vetëm detare që zëvendësoi për sot që ka zëvendësuar kanë qenë anglezët dhe tash janë bërë amerikanë. Pra është fuqia vetëm detare sot për sot. Si fuqi detare ushtarake, si fuqi ushtarake detare, ajo është vetëm sot për sot amerikanë. Rusët në këto 3 vjet kanë ndryshuar konceptin e luftës tyre, pra kanë hequr dorë nga gara e armatimit në cilin kishin hyrë me edhe ndërtuan aeroplan mbajtjen e tyre parë dhe nuk ju intereson për arsye se kanë ndryshuar sistemin. Ata e kanë bazuar çdo gjë mbi sistemin e tyre raketor. Pra kanë prodhuar raketat të tilla të cilat ta cënojnë në çdo kohë, çdo lloj baze, çdo lloj vendi në çdo lloj vend të botës, dhe ti nuk e kapacitet të mbrojtëse nga kjo raketë. Kjo është sistemi rus. Pra ky është sistemi rus. Kjo është kurse kinezët për shkak të problemeve që kanë në ujërat në territoret e tyre dhe në ujërat ndërkombëtar që ata i konsiderojnë në ujërat të tyre, pra në Azinë e largët, në pjesën lindore, në detin e Verdhë, në detin e Kinës, në gjithë ato, ata kanë ecur me prodhimin e kësaj fuqie detare, për arsye se i duhet fuqi detare për të projektuar forcën ushtarake në disa vende të cilat ajo pretendon se i përkasin janë territori kineze. Pra duhet kjo fuqi detare dhe në këtë aspekt ka prodhuar, kjo është aeroplan mbajtësia e tretë që kanë prodhuar. Kjo është e treta. Kjo është e treta. Aeroplan mbajtësia e parë, aeroplansia që quhet, do ta lexoj se janë emra kinez dhe nuk ka problem. Quhet Liaoning. Ajo është ndërtuar mbi bazën e një kryqëzori rus. Pra ka qenë një kryqëzor rus, cilin e kishte bler nga Rusia, Kina, dhe mbi bazën e atij kryqëzori ka ndërtuar këtë aeroplan mbajtëse. Aeroplan mbajtëse e dytë është aeroplan mbajtësa Shandong, e cila ka qenë i gjithë projekti kinez, pra aeroplani e parë ndërtuar totalisht kineze, pra Shandong nga Kina, dhe kjo Fujiani është e treta. Dhe është aeroplan mbajtësia më e madhe, ka gjatësinë 316 metra, pra gjatësia e saj është 316 metra.
Por, për ndryshim nga aeroplan mbajtësit e tjera amerikane, kjo ka një ndryshim në aspektin teknologjisë, sepse katapultat e saj ka 3 katapulta, në cilat lëshohen avionët, dhe ka 3 katapulta elektromagnetike. Katapultat Çfarë ishin këto elektromagnetike? Të gjitha aeroplan mbajtësit kanë katapulta. Katapulta është ajo, ja vetëm mbaj pak këtu. Nëse ndalon dot regjia. Okej. Katapulta është shihni këtë pjesën këtu, edhe këtë pjesën këtu, edhe këtë pjesën këtu. Këto janë pjesët nga ku ngrihen avionët. Po, prandaj thotë ka 3 katapult, një që është këtu, një që është këtu, një që është këtu dhe një që është këtu. Tash këto 3 katapulta. Avioni vendoset këtu, duke qenë se hapësira e vogël është 316 metra. Po. Pra, avioni për të ngritur, një avioni normal që ata kanë J-35-ën që kanë këtu, që është stealth që kanë ata, aty në rrugë, në tokë normale, pra në pistë normale, aty duhet diku të rreth 750 metra, 800 metra. Për të ngritur. Pra me 316 metra nuk mund të ngrihet. Po çfarë bëhet? Kur vendoset avioni këtu, nëse e keni parë te rrota e parë, vendoset një lloj që kapet rrota e parë me diçka. Po. Pra është një kapse që e kap. Ajo është katapulta që tërheq dhe realizon avioni së bashku me fuqinë e tij motorike. Edhe me tërheqjen e saj dhe ajo i jep shtyllë dhe e ngre avionin e lëshon. Pra ajo është katapulta. Ka 3 katapulta. Ka 3 katapulta. Pra një për këtë, një për këtë se ka 3 baza lëshimi. Pra shihni 3 drejtime lëshimi. 1 2, 3 drejtime lëshimi. Dhe janë 3 katapulta. Aeroplan mbajtës amerikane kanë 2 katapulta, sepse kanë 2 drejtime lëshimi, jo 3 drejtime lëshimi. Dhe në aspektin e përballjes ndërkombëtare, 3 drejtime lëshimi janë normalisht më shumë se 2 drejtime lëshimi. Absolutisht. Ngre sepse dhe plus edhe mënyra e katapultës. Katapultat që kanë aeroplan mbajtës amerikane janë katapulta elektrike. Pra funksionojnë në mënyrë elektrike. Janë elektromagnetike. Do të thonë që karikimi i katapultës elektrike merr më shumë kohë, ndërsa karikimi i katapultës elektromagnetike merr shumë pak kohë. Pra në rast se për një drejtim, Shtetet Bashkuara të Amerikës në aeroplan mbajtësin e tyre që është më modern, ja Ford, do të lëshonin ta zëm 3 avion brenda 10 minutave, kinezët brenda 10 minutave lëshojnë 5 avion. Pra këtu është ndryshimi dhe ti projekton fuqi më të madhe zjarri në ajër se sa projekton ai tjetri. Pra kjo është kapaciteti i këtyre dhe këto katapulta janë elektromagnetike, për këtë punë përdoren këto katapulta. E qartë. Ndërkohë Dritan, SBA-t kanë 7, ndërkohë kjo për Kinën është Kjo është e treta për Kinën. Kjo është e treta për Kinën, e cila ka hyrë në funksionim, pra është prodhuar që në vitin 2020, është prodhuar ka shumë, po ka hyrë tashmë në komisionin pra ka hyrë si pjesë e forcave të armatosura kineze, ka hyrë si vjet para disa vitesh. Jep absolutisht e ndryshon le të themi e ndryshon balancën e fuqisë ushtarake kineze në rajonin për cilin bëjmë fjalë. Në Tajvan fjalë. Po absolutisht, për atë është përdorur dhe udhëtimi i parë i kësaj zyrtar është bërë në ngushticën e Tajvanit, pra duke kaluar atje. Kështu që mesazhi lidhet sigurisht me Tajvanin. Dritan, falenderoj shumë që të kisha, si gjithmonë. Faleminderit. Në këtë pjesë e emisionit, në pjesën e 2 dhe të fundit, fakt për sot, kam të ftuar Endri Tafanin, politolog, Endri kënaqësi që të kam, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, Klet Këlliçi, pedagog i shkencave politike në Universitetin e Tiranës. Klet, kënaqësi që të kam. Endri, në çpik të konfliktit jemi midis Ukrainës edhe Rusisë, sepse është një nga çështjet që duket sikur të paktën nga informacionet që kemi po zhvillohen përplasje të përgjakshme në Pokrovsk, midis forcave ukrainase dhe forcave ruse, ku duket sikur, domethënë sipas edhe bildit nëse i referohem, duket sikur Ukraina po pson humbje. Si është e vërteta dhe pse pastaj do dalim te pjesa pse është çfarë do të thotë le të themi Pokrovski për gjithë rajonin. Ka e para njëra situata e përgjithshme dhe pastaj është dhe situata specifike në atë front. Nëse duam dalim te e përgjithshme pastaj. Nëse duam të themi situatës specifike në front, Pokrovski ka rreth 1 vit që ka nisur luftimet në atë zonë. Dhe para 1 viti rusët thanë që e kapën Pokrovskin, po e kapën tani, ç'është ditësh, dhe ç'është ditësh do u bë 1 vit. Po, para 9 muajve kam bërë në këtë emision. Pra, ideja është që përgjithsisht taktika që kanë zgjidhur dy palët është
paksa e ndryshëm. Pra, ukrainasit, për shkak se kanë numër, kuptohet më të vogël njerëzish. Ukraina tani duhet kuptojmë ka ngel në rangun e 30 milion banorëve. Ka qenë para luftës e 40, po një pjesë janë banorë që janë në territoret okupuara, një pjesë e larguar nga vendi, dhe është një shtet i cili ka rreth 30 milion banorë. Është duke përplasur me një shtet i cili ka të paktën me letra ka rreth 140 milion banorë. Domethënë ka 4 herë më shumë njerëz Rusia për sa i përket. Ka dhe një ekonomi që e ka 10 herë më të vogël se sa Rusia. Pra, në ky drejtim Ukraina është e disfavorizuar dhe taktika që i ka ngelur edhe që e aplikon Ukraina është fakti i përdorimit të teknologjisë dhe taktikave ushtarake për të minimizuar humbjet e veta duke maksimizuar humbjet e kundërshtarit. Pra, Ukraina e ka në një farë mënyre qëllimin e saj që të kursej ato që janë trupët e veta, sepse i ka të pazëvendësueshëm. Nëse ti mund të marrësh armë, 10.000 trupa janë të rrezikuar, thoshte Bild. Dhe pra ideja është që gjithmonë është përpjekur që të ketë këtë taktik për shkak të këtij pozicioni që ka. Në anën tjetër, taktika ruse është ajo që ka qenë vazhdimisht. Ushtarët rusë asnjëherë nuk kanë pyetur për ushtarët e thjeshtë, pra gjeneralët rusë. I thotë ti sulmo aty dhe nuk ka problem që të vriten 1.000, 10.000, 100.000, mjafton që unë të kap një territor caktuar. Kjo ka qenë pra sulmet masive, humbjet masive njerëz nuk i ka bërë asnjëherë përshtypje generalit rus. Dhe në këtë kuadër është e pritshme në këtë disproporcion forcës që janë që të ketë një avancim rus, po që të jetë avancim i ngadalt. Bildi thotë